Hëngrje e sëll ara për një vit, ja se çfarë ndodhi më vonë. Njerëzit që hanë rregullisht një sasi të vogël të arave rrezikohen më pak nga çrregullimet e rrahjeve në zemrës si shkaktar i sulmit në zemër. Një studim i ri thekson se ngrënia e 3 grushta me ara brenda një jave zvogëlon me 18% rrezikun e dridhjeve arteriale, citon Daily Mail. Afërsisht 1.3 milion njerëz në Britaninë e Madhe diagnostifikohen me dridhje arteriale dhe rreth 500.000 të tjerë janë me këtë gjendje por jo të diagnostifikuar. Ulëntimi është kryer nga Instituti Karolinska në Suedi, ku si monstër kanë qenë 60.000 të rinj të cilët kanë parë se konsumi i arave ka përfitime të mira për shëndetin e zemrës. Nga aty ka dalë se konsumi i tyre mund të jetë i lidhur në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe sulmi në zemër. Konsumi i arave, sidomos edhe të papërpunuara në dietën tuaj të rregullt, mund t'japë rezultate fantastike për imunitetin, gjithashtu edhe në forcimin e shëndetit.